Për VMRO-DPMN, kriza politike për të cilën sipas saj fajtore është LSDM-ja, është arsyeja që Brukseli vendosi për shkurtimin e IPA fondeve. Nga kjo parti thonë se kanë luftuar për më shumë investime dhe projekte për Maqedoninë dhe do të punojnë në eliminimin e të gjitha pengesave për absorbim më të madh të mjeteve të BE-s. Nga LSDM-ja thonë se Bashkimi Evropian saktë ka adresuar fajtorin, gjëgjësisht gishtin ia drejtuan qeverisë, e cila sipas tyre nuk ka pasur kapacitet të menaxhojë mjetet e fondeve. Ova je loša vest za Makedonija. Ajo që Bashkimi Evropian vendosi të shkurtojë një pjesë të IPA fondeve për Maqedoninë, është lajm i keq. Fajtorin për këtë, Komisioni Evropiane adresoi sakt në paaftësinë dhe mungesën e kapaciteteve të qeverisë për zbatimin e reformave, për të cilat Komisioni Evropian në vazhdimsi apelon dhe alarmon, me anë të raporteve ndërkombëtare pas skenimit të gjendjes në Maqedoni. Sipas BDI-s, çdo porosi që vjen nga faktori ndërkombëtar në lidhje me krizën politike duhet të pranohet si shenjë pozitive dhe qëllim mirë. Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se situata aktuale politike ndikon në rrugëtimin e Maqedonisë drejt integrimit euroatlantik, si dhe në shfrytëzimin e IPA fondeve, që ndan Bashkimi Evropian. Njëkohësisht, Bashkimi Demokratik për Integrim apeloi që sa më shpejt të zgjidhet kriza politike me qëllim të zhbllokimit të perspektivës së Maqedonisë. Nga Partia Demokratike Shqiptare për momentin janë të përmbajtur në komentimin e vendimit të Brukselit. Përndryshe, siç njoftoi zëdhënësja Maja Kocijančić, Komisioni Evropian Maqedonisë i shkurtoi mbi 27 milion euro nga instrumenti i ndihmës paraadresuese, për shkak të mungesës së përgatitjes dhe të pjekurisë gjatë planifikimit të sektoreve kyç, për të cilat është dashur të jepen këto fonde.